Rogerti ditën e sotme e përjetoi jashtëzakonisht keq dronin i cili mbriti në shtëpinë e Big Brotherit për Brikenën. Dhe si një luftëtar në atë lojë, do të thënë Rogerti ka hyrë me një mendje të ndarë për të fituar çmimin e madh, për të fituar atë kurorën e mbretit. Ai nuk toleron në asnjë mënyrë dhe në asnjë mënyrë nuk lëshon pemë. Tani, a do ndikon sponsori kryesor i Big Brotherit, sponsori kryesor që në fakt aty ka shumë sponsora, por më së shumti që unë e shoh që është në qendër të vëmendjes është Ola dhe është edhe Vodafone. Do me thënë, njëri nga këto dy sponsora mund të jetë miku më i afërt i Rogertit, që nuk mund të jetë Vodafone, por mund të jetë pasta Ola, sepse Rogerti ka bërë edhe jashtëzakonisht shumë reklam. A mund të ndikon në fitoren e lojës që Rogerti ka bërë? Do me thënë, në fitoren e çmimit të madh. Sepse shikojmë Rogertin shumë të trembur. Për shembull, unë sot e pash Rogertin jashtëzakonisht të trembur, sepse dron pati Selina, dron pati dhe Matteo, tani dhe Brikena.